Doktor Fisi Marash edhe shikues të dashur e ka shprehur dëshirë dhe vullnetin e tij që ADC Kosova Advanced Dental Center me ju bërë shërbime gratis dhe falas të gjithë njësisë speciale intervenuese në Kosovë. Pra, policisë që intervenon në situatat më të vështira, që janë një grup i policëve, që doktor Fisi ka dalë publikisht edhe ju ka thonë që dhe a di që është më e forta, janë njerëzit që e meritojnë më së shumti, për mendimin tim, sepse janë njerëzit më të rrezikuar në situata ndryshme her pas here. Rrezikojnë jetën për mirën e mund. Rrezikojnë jetën. E tash du me pyet doktorin si erdhi ideja dhe si mendove për t'ju ndihmuar pikërisht tyre, sepse njerëzit janë të fokusuar me ndihmu njerëz persona shtresat të ndryshme, jo dikush që s'ka, jo dikush për një shtëpi, jo dikush për një fest, jo dikush ty të ka shku menje dikush që realisht vështirë dhe i kishte shku dikuj. Pra dhe më thonë, njësisë speciale intervenuese është për duar tërkitje kjo. Altin nuk ka qenë e planifikuar, ka qenë instinktivisht, ka qenë para 3 javë gjysë e vonë tash. Unë kesh në pej për një përërim shtatores një dëshmorit në pej, Bujar Shalës, që ka vdek gjatë luftës, një dëshmor shumë i mirë. Dhe kem të ftu më darkë, edhe në tavolin kem njësia Fiti tullu me mu edhe me ish ministrin Armendin. Edhe tu bisedu për shëndetësin, dhe me thonë, ra fjala që nuk kanë sigurim shëndetësor mas pare, që këta njësia duhet të kanë edhe sigurim tjetës e shëndetësore, plët sigurime tjera. Edhe ata të regun mas parit njëri për tëne që bashkë më banë s'ko, dhe me thonë, ku ke ajo në Mitrovic Zveriu, të ka lëndu krahun, edhe da është 10 seansa fizioterapi privat, po. Tjetri dhëmë privat, apo thmin privat, edhe kështu më ra. Edhe unë ju thashe, unë keqa më më bo, sa vetë jeni që kaq, atëherë thashe kini gratis për me, edhe jo më ndërum të bëja të punë. Opa, big up Jonas, big up Jonas.